Nga njësia administrative Rrethina, ku Partia Demokratike zhvilloi takimin e rallës elektoral me praninë e kandidatëve për deputet dhe drejtuesit politik, kandidatja Senada Mehmeti shpreu bindjen se nga Shkodra nis fitoria e Partisë Demokratike në 11 maj për të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Ajo theksoi se situata aktuale që po kalon Shkodra dhe gjithë Shqipëria për shkak të politikave të gabuara qeveritare të 12 viteve kanë bërë që qytetarët jo vetëm të votojnë në 11 maj për ndryshimin, por të mbështesin fort programin e Partisë Demokratike si zgjidhja e këtyre problematikave. Përballë këtij zhgënjimi keni partinë madhështore, partinë e familjes madhështore, partinë e lirisë së individit, partinë e demokracisë, partinë e zhvillimit ekonomik, partinë e lirisë fetare, partinë e familjes, partinë e Zotit dhe partinë e Adheut. Ju bëj thirrje tanëve që me datë 11 maj të shkoni dhe të përdorni të drejtën e instrumentit demokratik që është vota dhe të votoni për një Shqipëri madhështore. Votoni Aleancën për Shqipërinë madhështore, votoni Partinë Demokratike. Banorët e njësisë administrative Rrethina, duke dhënë mbështetje kandidatëve të Partisë Demokratike, garantuan se në 11 maj do të votojnë numri 1 dhe koalicionin Aleanca për Shqipërinë madhështore.